Plot për njerëzve ndodhe zër, çka I çojnë thë makineria e komenteve, apo këto mizat e komentuesve, ku ti nuk presi një hadith me nxjerr, apo një fjalë të një ulemave me nxjerr, apo një fjalë një dietarit me nxjerr, apo një qëndrim për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pas. Mini herë shlohen mizat. Ha. Mini herë shlohen mizat. Mizat ku I çelin ka 3-4 akonta për me të komentuar. Kjo vëzë se ata dham fillim nuk janë shkarkuar për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mu për këtë arsye vëzër I than gjujin e këtë njeri me gurzi. Dhe e gjakosën dhe derisa thot Aisha radhiyallahu anha e kam pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, a ma shumë ki vujt në Uhud? A ka ndonjë vujtje tjetër që ki pas më të madhe? Ka thënë po o Aisha. Ti s'e din Taif çka më ka ndodhur mua. Mi kanë shlu budallët me mgjujt me guri. Mi kanë shlu budallët dhe vëzër. Jetojmë në kohë shumë vështirë e cila I ngjason kohës me se askush nuk I afrohet Muhamedit alayhi salam. Edhe mas ju ka gjakos, thot atë shumë e humba këndjellje. Kthjellmën saqë u alivanosha prapu kthjellsha. Edhe u majsha në përkodra. Kjo I ka ndodhur Muhamedit alayhi salam. Derisa I ka ardhur meleku I kodrave bashkë me Xhibrail alayhi salam. Ka thonë ki selam bi Zotit. A ti bajna bashkë të dy kodrat, ti zojna këto këtë mes. Kale la I ofë ja lejtë qaumi ja'lamun. Jo ofë Inshallah Zoti Gjelle Gjelalu shpresoj që nga fara e këtyre njerëzve zullumqar, nga kurrizi këtyre, me nxjerr një popull I cili ka me dëshmu la ilaha illallah. Dhe Allah e ka bot Taifin musliman. Dhe sot pim Taif bëhet umre. Dhe Taif jo musliman. Dhe peja saj kohë. Më për këtë arsye o vëllezër, zemra e xhenetlijës është të zbras për këtë gjërave tjera jashtë Allahut dhe atë shka e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.